Edhe pse u konsiderua historike dhe e kaloi pa asnjë incident, vizita e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry shënoi përplasjen e radhës mes presidencës e kryeministrisë. Duke e komentuar vizitën e Kerrit në vendin ton, kryeministri Rama u shpreh në emisionin dritare të Rudina Xhungës se nuk do të kishte dashur ta shihte presidentin e Republikës të bëjë shefin e protokollit në aeroport. Nuk kam dëshirë të komentoj, ai është presidenti i Shqipërisë, është dhe presidenti im, kur takon çdo qoftë që vjen nga jashtë, dhe për hir të vërtetës nuk do kisha dashur që presidentin e vendit tim ta shikoja duke bërë shef në protokollit në aeroportin e Rinasit, por nga ana tjetër nuk dua të komentoj më shumë, sepse besoj që mbi një normë elementare ka prevaluar dashuria për Shtetet e Bashkuara, le të themi. Por kjo deklaratë e Ramës është konsideruar fyese nga institucioni i presidentit, i cili ka kërkuar që kryeministri ta tërheqë menjëherë këtë deklaratë, ndërsa ka sqaruar pritjen e John Kerrit në aeroport nga kreu i shtetit. Kërkesa e sekretarit Kerry e përcjell përmes ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë për të takuar presidentin e Republikës gjatë mbërritjes së tij në Shqipëri, ishte një nder i veçantë dhe respekt ndaj institucionit dhe vetë presidentit Nishani. I kërkojmë kryeministrit të vendit të tërheqë menjëherë deklaratën fyese dhe spekulative ndaj presidentit të Republikës dhe sekretarit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi një qëndrim i tillë nuk përfaqëson nderimin dhe mirënjohjen që shqiptarët anë mban botës kanë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe popullit amerikan. Pas këtij qëndrimi, kryeministri Rama reagoi përmes rrjeteve sociale. Presidenca më ka keq kuptuar. Thjesht isha dhe jam i keqardhur që presidenti i Shqipërisë i doli avionit përpara. Si e pse kjo s'ka pikë rëndësie. Shkroi Rama në përgjigje të kërkesës së presidencës për të tërhequr deklaratat e tij.